Projekti i qeverisë shqiptare për dhënien me koncesion të kalas së Lezhës në 20 vitet e ardhshme është kundërshtuar nga kryesuesja e listës së Partisë Socialiste në qarkun e Lezhës, zonja Mimi Kodeli. Ajo tha se me këtë mënyrë po dëmtohen asetet turistike. Kodeli deklaroi se të gjitha këto koncesione do të anullohen nëse të majtët vinë në pushtet pas zgjedhjeve të 23 qershorit. Ne nuk do të njohim asnjë koncesion të dhënë në zona të ruajtura për shkak të trashëgimisë historike që ato përfaqësojnë. Do t'i rishikojmë të gjitha kontratat e privatizimeve të dhënieve në përdorim apo koncesionare, padyshim që kjo do t'jetë e vlefshme edhe për kalan e Lezhës. Por ndonë se garojnë së bashku në një koalicion, nuk mendojnë njësoj. Në fakt, ne në parim nuk kemi qenë kundër dhënies me koncesion. Unë jam i parimi që duhet zhvilluar një aseti i tillë i rëndësishëm, duhet mirëmbajtur. Edhe Tusha e ka një tërheqje, pavarësisht se është një vendim qeverie. Ai kërkon që ky projekt të përfshihet në diskutime të gjëra, me qëllim për të arritur më të mirën për menaxhimin e vlerave turistike.